Po flasin njerëzit, po shkruajnë edhe po flasin, se tash me mentalisht po ndodh një përçarje për të cilën populli jonë s'kish ditë kur gjo. Jo xhamon, ne e kemi ditë herët se ajo përçarje amrena. Ne e kemi ditë qish herët, le që e kemi ditë, po kemi lajmëru, edhe me shku këto njerëz që po ju do këtë popullit se janë përçam, me arët qertë, ata do të bashkohen. E këshirën se arët të lajmërojmë njerëzve na. Ne lajmërojmë njerëzve shumë harët, se me shku rrugova prej skene, me shku Fatosmjano prej skene, me krejt me shku, me arë krejt si shqerë, prapë se ke rastin mu gëzu, se edhe ato s'din mu bashku, edhe ato qertë. E mirë, e pse s'din mu bashku, neve për në doko se hoxha po folë, sot shumë fjallë të mëdhoja, bile se kemi ditë që hoxha këto fjallë në gjami i foli. I folaj që i dhem në thelbin e shpirtit atip për qarja e popullit vetë. I folaj. Vestojmë na sot sikur shka kemi thonë para 20 vitve, e tash po thoi njerëzit se pobre, pa të thonë mulla e kupis, pa të thonë unë pa të spjegu. Prapë edhe qertë s'ka të vinë, s'kan me qenë bashkum. E pse pra s'kan me qenë ato qertë bashkum? Shka u po? Ato s'kan me qenë bashkum, se interesat e ative vetëm mundën me qenë pak ma qetër për interesave këtive. Kur gjohë që të sen, një qëfare, a prapës bashkohen. E kur pra bashkohen ato? Ato bashkohen edhe ne të gjithë bashkohen i vetëm atëherë, kur interesat personale tonat pikin poshtë edhe shkelen me kom. Vetëm në atë rast. E kur ajo ndodh pra? Kur ndodh ajo? Atëherë kur të rashtohemi para ligjit të Allahut e të konsiderohemi të gjithë të barabartë.